Ka afër 10 vite që rruga Puka në Lagjën Tre Herojt përballet me një sër problematikash duke nisur që nga fekalet dhe ujërat e zeza, si pasojë mos pastrimit të kolektorit të shkarkimit të ujërave të ndotura, duke vijuar së fundmi edhe me amortizimin e saj. Gropat e hapura në rrugë vështirësojnë qarkullimin e mjeteve, ndërsa kalimtarëve ju rrezikohet jeta, pasi duke ju shmangur gropave, ka mundësi që të përplasen me ndonjë makinë. Rruga amortizume është se sa vu dorë ka herënte, qysh për 8 vjetëve. Të shtë kene mira me mujt me rrugullu, nuk është keq. Tanë familjarët ka në nkesa, është e mira më rrugullu këtë vend. Ashtë faqja zezë se so problem, po sjellin se një familje fokare e mushat grupë, jo i shtet. Një familje që s'ka kur gjonëve, si puna jeme i pension të varfën fort, ka mundësi me mushat grupë me zifte me isen. Këtu s'ka shtet, për një atë grupë mu më shkel makina. Ndërkohë banorët kërkojnë që bashkia të marrë masa për pastrimin e kolektorit kryesor, pasi fekalet janë përhapur gjithandej dhe era e rënde bën situatën e padurueshme, sidomos gjatë këtyre ditëve të nxehta, çka përbën edhe rrezik për përhapjen e epidemive. E mira ishte kanë me mbyllur i këtë kanal se na myten fekalet, tanë familjarët shkojnë fekale, është i vetmi kanal në tanë Shkodrën që është i pa mbyllur. Mundësisht bashkia me mujt me mundor ishte kanë mirë. Vjen i keqe fort. Ajo s'ka si ashtë lejohet kërkun, ajo është fekalet, tëna fekalet dhe shkojnë qilë, jo. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë ndikuar edhe në shtimin e insekteve të ndryshme, që mblidhen si pasojë pa pastërtive në kanale, duke rrezikuar shëndetin e popullatës, ndërsa rehabilitimi i kësaj rruge është tepër i domosdoshëm pasi është një nga nyjet e cila lidh Shkodrën me njësinë administrative të Guritzi dhe zonave të tjera përreth.